Ekipi i skifterëve të Fushkrujës vjen në pranga 33 vjeçari vodhi 2 banesa me 6 të tjerë. Lokalizohet kapet dhe vjen në pranga një tjetër pjesëtar i grupit i shpallur në kërkim 3 ditë më parë në kuadër të këtij operacioni. Si rezultat i kontrolleve të pandërprera nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë, bazuar në informacione të marra nga inteligjenca policore, u kap dhe u ndalua shtetasi FB-D, 33 vjeç banues në Kamz. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim në datë 2/4/2025 në kuadër të operacionit Formacioni, sepse dyshohet se në bashkëpunim me 6 shtetas të tjerë kanë vjedhur 2 banesa në Fushkruj në datat 27 dhe 28 mars 2025. Punohet për kapjen e shtetasit të fundit të shpallur në kërkim në kuadër të operacionit si dhe për zbardhjen e veprave të tjera që mund të jenë kryer nga këta shtetas. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.